Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë arrestuan në flagrant shtetasin KC, 31 vjeç, banues në Borçë, për vepra penale kanosja, mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe municioneve, prishja e qetësisë publike dhe përndjekja. Ky shtetas dyshoi se ka përndjekur në mënyrë të vazhdueshme ish bashkëjetuesen e tij, e ka kanosur atë dhe familjarët e saj, si dhe ka qelluar në ajër me armë zjarri. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Drejtorinë Vendore të Policisë Vlorë arrestuan në flagrant shtetasin DC, 48 vjeç, banues në Itali, pasi në rrugën Pelivan Leskaj u konstatua duke drejtuar automjetin në gjendje të dheur. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë referuan materiale në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit AB, 25 vjeç, banues në fshatin Bishan, pasi ndaj tij ka bërë kallëzim shtetasja ESH, e cila pretendon se ky shtetas e shqetëson vazhdimisht nëpërmjet telefonit, duke i bërë presion. BV, 35 vjeç dhe OG, 37 vjeç, banues në Vlorë, të cilët pas një konflikti të çastit kanë goditur me grushte shtetasin NM, 41 vjeç, banues në Vlorë. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Komisariatin e Policisë Sarandë referuan materiale në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin RS, 27 vjeç, banues në Sarandë, pasi duke drejtuar automjetin e tij ka përplasur shtetasen ZK, 43 vjeçe, banues në Sarandë, e cila ka marrë dëmtime dhe ndodhet në Spitalin e Sarandës nën kujdesin e mjekëve. Specialistët e stacionit të policisë Selenic referuan materiale në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit NG, 74 vjeç dhe KA, 35 vjeç, banues në fshatin Lezhan, pasi në fshat, pas një konflikti të çastit për motive të dobta, kanë godyrur me sende të forta njëri tjetrin. Materiale procedurale ju referohen prokurorive kompetente për veprime të mëtejshme.